Jo të gjithë festojnë njësoj. Sot u mblidhen 520.000 njerëz në urën e Gallatas në ditën e vitit të ri në Stamboll. Protestuesit u mblodhen pas namazit të sabahut me grupe të shoqërisë civile, figura sportive dhe organizatorë që bën thirrje për t'i dhënë fund dhunës në Gaza. Rreth 520.000 njerëz filluan të mblidheshin sot herët në ditën e vitit të ri në urën e Gallatas në Stamboll për një marshim në mbështetje të Palestinës, raporton Anadolu. Duke shënuar mëngjesin e hershëm të ditës së parë të vitit, protestuesit u mblodhen me pjesëmarrjen e rreth 400 organizatave të shoqërisë civile nën sloganin "Nuk trembemi, nuk do të heshtim, nuk do të harrojmë Palestinën", duke kërkuar fundin e gjinocidit në Palestinë. Para ngjarjes, qytetarët u mblodhen para namazit të sabahut në disa xhami të mëdha në Stamboll, përfshirë xhaminë e madhe të Hagia Sophias, Sultan Ahmetin, Fatihun, Sulejmanien dhe xhaminë e re e Minonu. Shumë pjesëmarrës u pan duke mbajtur flamur tush dhe palestinez ndërsa mblidheshin në oborret e xhamive për të treguar solidaritet me Palestinën. Pavarësisht motit të ftoftë, pjesëmarrja ishte e lartë. Masat e gjëra sigurie u vendosën veçanërisht në sheshin Sultan Ahmet, ku pjesëmarrësve ju ofruan edhe pije freskuese të nxehta. Pas namazit të sabahut, protestuesit u nisën në këmbë drejt urës së Gallatas, të shoqëruar edhe disa ministra, zyrtar të lartë dhe figura të listuara në protokollin zyrtar. Eventi filloi në orën 8:30 të mëngjesit sipas orës lokale në urën e Gallatas.